me mënyrën se si ne vishemi gjatë kohës së aktivitetit, se nëse ti rri gjithë ditën me taka, mundësit janë më të mëdha që mos jetë të kontraktuar. Nëse ti rri gjithmonë me të sheshta fare, ato që nuk lejohen, pra pupët që kemi në Shqipëri, edhe ato janë të kundërdikuara kur ti je predispozuar për të pas një herë diskale. Atëherë, për të shmangur të gjitha këto, cilat do të ishte lartësia e duhur e këpucëve apo e zandaleve? Ajo që rekomandohet, unë e parë jam gjithmonë për atlete një radhë parë, gjithmonë për këpucët sportive. Pra se ju përmendët as pupat, as takat. Jo, sepse një pup nuk arrin të shpërndaj peshën siç duhet në gishtin e tek metatarë, si theme ne, tek gishti i madh, ishte i vogël dhe kalkanësi i këmbës. Pra një trekëndësh është shumë e rëndësishëm. Puca ideale do ishte me 4 cm tak. Dhe pastaj në varësi të shollës së këpucës, pra varësi si e kemi këmbën ne, se fëmijët e kanë ndryshe, ka fëmijë për shembull që e kanë këmbën në pronacion, duhen këpucë të posaçme që janë në pronacion, pra për pjesën e këmbës që e kanë nga brenda. Kështu që secila fazë do pjesën e saj. Fatmirësisht ka filluar të hyjë kjo moda në Shqipëri që njerëzit veshin goxha më shumë atlete, pra këpucë sportive në jetën e përditshme, dhe kjo është një plus shumë i madh për Shqipërinë se kanë filluar të ndërtohen, pra kjo është një vlerë e shtuar